Komisioni Kadrovik i Aleancës për Shqiptarët i përbërë nga 7 anëtarë si i vetmi organi i Aleancës për Shqiptarët për çështje kadrovike, me shumicë prej 5 votash vendosi t'i propozoj kryeministrit shkarkimin e ministrit të shoqërisë informatike dhe administratës dhe ministrin e shëndetësisë. Ky vendim u soll pasi përmes fuqisë së funksionit ministër, por pa poste partijake, 2 ministrat kryen veprime që bien në kundërshtim me kodin etik, përfshirë shantazhet dhe presionet ndaj anëtarëve të Aleancës për Shqiptarët dhe të punësuarve, si dhe koketimin e sotshëm publik me VMRO-DPMN. Nuk i shkuar në zyrë ministrit të saj. Kryeministri Talat Xhaferi gjatë ka deklaruar se po ndjek zhvillimet në Aleancën për Shqiptarët, duke potencuar se do të veprojë konform kompetencave të tij. Sipas kryeministrit Xhaferi, ministrat e Aleancës për Shqiptarët duhet që sipas linjës institucionale zyrtarisht të prononcohen në situatën kur ekzistojnë qëndrime të kundërta dhe nëse ndjejnë si përkasin kësaj përbërje qeveritare ose jo. Ndryshe, Aleanca për Shqiptarët në qeverinë teknike ka 3 ministra: ministrin e shëndetësisë Fatmir Mexhitin, të drejtësisë Krenar Llogën dhe ministrin e shoqërisë informatike dhe administrata Zir Aliu. Pas zhvillimeve të fundit me Aleancën për Shqiptarët, Mexhiti dhe Aliu mbështetën kryetarin e partisë Arben Taravari, kurse Krenar Lloga kryetarin e Kuvendit të Aleancës për Shqiptarët Zjedin Sela.